وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Gjdo krijes që l'botë iman, gjdo gjallës që ekziston, gjdo gjë që jetën shijon, ja Allah të madhëron. Edhe dita kur gjallëron, edhe nata kur mbulon, edhe yjet kur ndriqojnë, ja Allah të madhëron. Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, mëshiruesit dhe mëshirbërësit, të nderuar vëllezër dhe motra, dhe të gjithë ju të pranishmit. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira Allahu qoftë mbi ju. Fjala më e mirë është fjala Allahu xhaleshanuhu. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa bekimet e përzemërta i takojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, pa humbur kohë, me emrin tim dhe me emrin e nxënësve që bëjnë hatme, sot ju falenderojmë nga thellësia e zemrës. Gjithashtu i falenderojmë prindrit, e në veçanti ata që kanë kontribuar për këtë hatme. Allahu i shpërblet me xhennet. Në fillim këtë hatme fillojmë me një asher nga Ahmed Shatiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Pyetje Hamza Salimi. Cila është detyra e parë themelore e Islamit? Detyra e parë themelore e Islamit është kelimi shahadeti, dëshmi islame. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Që do të thotë, besoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe deklaroj se Muhamedi a.s. është rob dhe dërguari i tij. Pse themi besoj dhe deklaroj? Themi besoj dhe deklaroj pasi që jemi të bindur dhe të sigurt se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, i cili është pejgamber i përhershëm dhe mëshiros i çdo krijese që ekziston në tokë dhe në qiell. Si dhe saj plotësoi dërguari i Zotit detyrën që ia dha Zoti. Muhamedi a.s. kreu detyrën në mënyrë besnik dhe të plotë, të shpjeguar të gjithë njerëzve shpatjen e fundit të Kur'anit me jetën dhe sjelljen e të veta të mira, u dha shembull të gjithë njerëzve me jetën e tyre. Pyetje Lila Lutfiu. Cila është detyra e dytë themelore e Islamit? Detyra e dytë themelore e Islamit është falja e namazit. Kush e ka obligim faljen e namazit? Namazi është farz për njeriu i cili është në moshën madhore dhe është psikofizikisht të i aftër. Namazi nuk e ka obligimin çmenduria as fëmijët. Çka bëjmë me të falurit e namazit? Me faljen e namazit ndërojmë dhe e madhërojmë Allahun xhaleshanuhu në një mënyrë më të lartë. Si e kryejmë këtë nderim? Këtë nderim e kryejmë me vëmendje duke qëndruar dhe lexuar Kur'anin duke u përur
është urdhëruar që të falim për çdo ditë. Na është urdhëruar të falemi për çdo ditë namazin, sabahun, drekën, ikindin, akshamin dhe yatsin. Si jeton ai që shpesh herë e përkujton Zotin? Ai që shpesh e përkujton Zotin jeton duke respektuar urdhrat e Zotit, duke punuar punë të mira dhe duke u ruajtur nga e keqja. Pyetje, Besiana Ferati. Cila është detyra e tretë themelore e Islamit? Detyra e tretë themelore e Islamit është agjerimi i muajit të Ramazanit. Çka është agjerimi? Në muajin e bekuar të Ramazanit, muslimanët duhet të agjerojnë. Agjerimi do të thotë të mos hahet e të mos pihet prej argimit deri në mbrëmje. Kush e ka obligim agjerimit? Agjerimi është farz për njeriu i cili është musliman në moshë madhore dhe është psikofizikisht i aftë. Agjerimi nuk obligohet për jo muslimanët të çmendurit as për fëmijët. Çka duhet të bëjmë gjatë muajit të agjerimit? Gjatë muajit të agjerimit duhet të punojmë sa më shumë punë të mira, të jemi të sjellshëm dhe të dëgjueshëm, të respektojmë prindërit dhe të afërmit, të ndihmojmë fukarave, të japim sadaka, të lexojmë Kur'an dhe të falim namazin. Cilat punë urrehen gjatë agjerimit? Gjatë agjerimit nuk guxojmë të bëjmë vepra të këqija, të flasim fjalë të turshme dhe gënjeshtra. Çka e prish agjerimin? Agjerimi prishet nëse ham ose bëjmë diçka me qëllim, nëse shkaktojmë vjedhje dhe nëse paraqitet hajde një fazë të femra. Cilat janë llojet e agjerimit? Llojet e agjerimit janë farz, agjerimi i muajit të Ramazanit, sunet, agjerimi i javës Ashurës, ditës së 9 dhe 10 të muajit Muharrem, me ndu të agjërosh 3 ditë nga çdo muaj, me kru të agjërosh ditët e Bajramit dhe haram të agjërojnë femrat gjatë hajdit një fazë. Pyetje, Endrit Mehmeti. Cila është detyra e katërt e Islamit? Detyra e katërt e Islamit është që pasaniku me thënë për çdo vit zekat ka pasuria e tij. Çka është zekati? Zoti muslimanëve të pasurua ka caktuar të paguajnë një obligim vjetor i cili njihet me emrin zekat. Fjala zekat do të thotë pasim larje e pasurisë nga haku i huaj dhe pasim larje nga mëkatet. Kujt i jepet zekati? Zekati u jepet të varfërve që mundën ta sipërojnë pushtimin dhe nuk kanë kurrë kusht për jetesë. Udhëtari që ka vetë rrugave pa mjetet dhe nuk ka me çka të jetojë. Pyetje, Amra Mehmeti. Cila është detyra e pestë themelore e Islamit? Detyra e pestë themelore e Islamit është vizita e Ka'bes për ata të cilët kanë mundësi udhëtim deri te ajo. Çka është haxhi? Haxhi do thotë vizituar të shtëpisë së shenjtë Ka'bes në kohë të caktuar dhe vendeve të caktuara duke punuar punë për kohë të caktuar. Çka është Ka'bja? Ka'bja është shtëpia e parë ndërtuar në fytyrën e tokës për të adhuruar Allahun xhaleshanu, e cila gjendet në Mekë. Kush e ka obligim haxhin? Allahu xhaleshanu muslimanëve që kanë mundësi materiale ka bërë obligim që në jetë të bëjnë udhëtim deri në Mekë me qëllim të vizitojnë Ka'ben. Cilat janë kushtet e haxhit? Kushtet e haxhit janë të veshjet e ihrameve, qëndrimi në Arafat dhe tavaf rreth Ka'bes. Kur është bërë obligim haxhi për muslimanët? Haxhi ka obligim në mbarim të vitit të 9 pas hijretit. Në cilin muaj kryhet haxhi? Kryerja e haxhit bëhet në muajin Dhulhijhe, në muajin 12 sipas kalendarit islam. Esma Lutfiu, vjerë, sa u zgjova në mëngjes? Sa u zgjova në mëngjes, u freskova me abdes, për namaz gati jam bëhë, Zotit sejdë për mira, lumja që farë sabahun, e mbron vetët nga që Allahun, ku shalin sabahun vlerën, e i vjen risku pa hatërën, sa mirë është namaz me falë, të mbron Zotit ishë pandalë, pas namazit me dua, jepi Zot ati që s'ka, prishë gjumin në mëngjes, pa namaz nuk ka prites, sa është probleme pa kufi, Zoti mas të shqurty. Raila Saadini, vjerë, jetojnë në këtë dynja. Jetojme në këtë dynja, ditët shpejt kalojnë, ndërsa ne udhtojmë për të ardhmen nuk mendojmë. Ditën e gjykimit e kemi haruar, atë ditë kur do të dalim para Allahut të rrëzësuar. Luan Lutfiu, vjerë, kush në ka krijuar? Në ka krijuar udhëzrit e mi, ndalën e ndoni, botën që ju rrethon, ndalën e shikoni, jelë në mësim, që pandalur në tonë toka djelin e në rrugën se ka bërë. Emira Lutfiu, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Besiana Ferrati, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Amra Mehmeti, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. Almira Wazi, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. Emira Lutfiu, Ilahi, O Muhammed o i dërguar. Muhammed o i dërguar, në këtë fe na ke udhëzuar, me ty feja është plotësuar, pejgamber je më i dalluar. O Muhammed o i dërguar, në këtë fe na ke udhëzuar, me ty feja është plotësuar, pejgamber je më i dalluar. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasul, salam alayka, ya Habib, salam alayka, ya Nabi, salam alayka, salawatullah alayka. Ti Kur'anin na mësove dhe Islamin na shpjegove, shumë ndime përjetove, por Islamin t'ju largove. Besiana Ferrati, Amra Mehmeti, Ilahi, Iftari Nënës. Ezai Ibrahimjes po vjen nga minarja, s'është asnjë gabim, më i madh se falja, me duar nga qielli, një natë thot o Zot, uji i iftarit ju bërzi me lot, se malli e kam
Muhammed Shakiri. A mund të falemi nëse na mungon ndonjë prej 12 kushteve të namazit? Nëse na mungon ndonjë prej 12 kushteve të namazit, nuk jemi të përgatitur për të hyrë në namaz, sepse këto kushte janë urdhëra rigoroze të cilat duhet që patjetër t'i kryejmë. Cili është sharti i parë i namazit? Sharti i parë i namazit është trupi dhe vendi ku do të falemi të jenë të pastër. Çka kuptojmë me pastërtinë? Muslimani është i obliguar që për çdo ditë të pastrohet, si trupi ashtu edhe rrobat e veshura dhe vendi. Pa pastërti nuk mund të falemi. Cili është sharti i dytë i namazit? Sharti i dytë i namazit është abdesi të pastruarit dhe marrja e imamit. Çka është abdesi? Me abdes në kuptojmë ngjarjen e posaçme të trupit me ujë të pastër me qëllim për faljen e namazit, leximin e Kuranit dhe për vepra të tjera të devotshme. Si merret abdesi? Abdesi merret me ujë të pastër dhe në këtë mënyrë. Bëjmë niyetin për t'ju ofruar Zotit të Mëshirshëm, lajm duar deri për të hequr plakave 3 herë, shpërlajm gojën dhe dhëmbët mirë 3 herë, shpërlajm mundën mirë 3 herë, lajm fytyrën prej marrjes së ballit deri në fund të mjekrës, si dhe prej veshit të gjatë deri në veshin e majt 3 herë, lajm krahun e gjatë dhe të majt me gjithë bëryllat, dhe një mes 1/4 e kokës, fshim veshët dhe qafën mirë 3 herë, lajm këmbët prej gishtërimve deri mbi një. Çka e prish abdesin? Abdesin e prish nëse kryhet nevoja e madhe apo e vogël, nëse ndihrohet nga trupi duke nxjerrë gazra, nëse vjellim gojën plot, nëse humbet vetëdia, nëse qeshim derisa të dëgjoj shoku pranë. Si e ndajmë abdesin? Abdesin ndajmë në fars, vajib dhe mendub. Abdesi fars merret kur falemi, bëjmë sejdë e tjerë. Abdesi vajib merret kur bëjmë tavaf rreth Ka'bës. Abdesi mendub merret në këtë raste. Para se të flenë, pas lagjes së të vdekurit, kur rapoj prej safës me merve dhe kur thëret ezan. Pyetje, Anesa Abazi. Kush konsiderohet sahibi urdhër? Sahibi urdhër konsiderohet njeriu nga trupi i cilit rrjedh ose del diçka, gjak që burim pa ndërprerje. Çka ndodh nëse nga trupi i njeriu del gjak ose gjell? Nëse ndodh diçka e tillë, atëherë është obligueshme që për çdo namaz të merret abdes i ri. Gjatë kohës së abdesit, sa namazë mund të falemi pa ndërprerje? Mund që të falim shumë namaze, por për çdo namaz të merret abdes i ri. Ç'është temumi? Temumi është pastrim simbolik me dhënë në mungesë të ujit. Çfarë roli luan temumi në fenë islame? Temumi në fenë islame luan një rol të rëndësishëm e tradicion abdesin dhe guslin, që janë si shkak për të kryer detyrat fetare. Çka e prish temumin? Të gjitha gjërat që e prishin abdesin e prishin edhe temumin dhe nëse gjen ujë për abdes ose gusl. Sa namazë mund të falem me temum? Me temum mund që të falim shumë namaze, kuptohet nëse nuk gjejmë ujë. Pyetje, Elma Ferati. Çka është gusl? Gusl është lëmje fetare për të cilën na ka obliguar Allahu xhaleshanuhu që ta praktikojmë pas zhurmëllëkit dhe hajdin i farzit. Cilat vepra i ka të ndaluara që t'i punojë njeriu i cili është xhunub? Njeriu i cili është xhunub i ndalon këto vepra: të falet, të lexojë Kur'an me dorë pa mos e përshjellur me diçka, të hyjë në xhami dhe të bëjë tavaf. Përveç këtyre që i përmenda, femra nëse është në hajdin i farzit ndalon këto vepra: agjërimi dhe marrëdhëniet intime. Cili është sharti i tretë i namazit? Sharti i tretë i namazit është mbulimi i trupit në namaz. Si duhet të jemi të veshur në namaz? Kur hym në namaz duhet që të jemi të veshur siç kërkojnë këto rregulla. Tek femra duhet që të mbuluar tërë trupi përveç fytyrës dhe duarve, ndërsa tek meshkujt prej belit deri ndër gjuhë. Çfarë tesha nuk duhet që të veshim në namaz dhe jashtë tij? Në namaz dhe jashtë tij nuk lejohen këto tesha: të grisura, të shkurtra dhe të ngushta, të cilat na ngjiten për trupin. Pyetje, Ilham Ferati. Cili është sharti i katërt i namazit? Sharti i katërt i namazit është të falësh namazin në kohë të caktuar. Sa kohë të namazit kemi? Kemi 5 kohë të namazit: sabahu, dreka, qindija, akşami dhe acia. Me çka lajmërohet koha e namazit? Fillimi i kohës së namazit lajmërohet me thirrjen e ezanit. Ku thirret ezani? Ezani thirret në minaren e xhamisë, por mund të thirret edhe në vete tjera. Në cilat kohë nuk lejohet që të falet namazi? Nuk lejohet të falet namazi në këto kohë: lartëngjes së diellit, kur dielli gjen në zenit, dhe perëndimit të diellit dhe deri në perëndimin e tij. Pyetje, Mira Lutfiu. Cili është kushti i 5 i namazit? Kushti i 5 i namazit është të kthehesh ka kibla. Ç'është kibla? Kibla është drejtimi nga i cili drejtohen muslimanët kur falen namazin. Drejtimi i tillë quhet Ka'be, shtëpia e Allahut xhaleshanuhu. Ku gjendet Ka'bja? Ka'bja gjendet në qytetin Mekë të Arabisë Saudite.
Ka duhet të themi kur falemi? Kur duhet të falemi nuk e dim ka është kibla, duhet të kthehemi andaj kana merr mendja se është kibla. Cili është kushti i 6 i namazit? Kushti i 6 i namazit është niyeti për të falur namazin. Si bëhet niyeti? Niyetin mund ta bëjmë në gjuhën arabe ose në gjuhën tonë. Pyetje, isma lutfiu. Cili është kushti i parë për të filluar namazin? Kushti i parë për të filluar namazin është iftitahi tekbir ose tekbiri fillestar. Çka është iftitahi tekbir? Iftitahi tekbir është tekbiri fillestar me të cilën hyjmë në namaz duke i ngrirë të duart deri plemeshëve e mandej themi Allahu Ekber. Cili është kushti i dytë i namazit? Kushti i dytë i namazit është qëndrimi në këmbë. Çka është qiyami? Qiyami është të qëndrosh në këmbë gjatë namazit pasi që e marrë tekbirin. Ku shqyqem në qiyam? Në qiyam shqyqemi në vendin e sejdës. Cili është kushti i tretë i namazit? Kushti i tretë i namazit është kirajet leximi i Kuranit në namaz. Çka quhet kirajet? Leximi i Kuranit në namaz quhet kirajet leximi i Fatihas dhe një sure. Pyetje, Rahila Seadin. Cili është kushti i katërt i namazit? Kushti i katërt i namazit është përulja në ruku. Çka është rukuja? Rukuja është përulja që i vetë Allahu xhaleshanuhu gjatë të faljes së namazit. Si bëhet rukuja në namaz? Pas mbarimit të leximit të Kuranit gjatë qëndrimit në namaz, lëshohet dhe gjysmën e trupit dhe duart mbi gjunjë, meshkut të ti shpërndar në kishtat kurse të femra nuk është e nevojshme. Çka lexojmë në ruku? Në ruku themi 3 herë Subhana Rabbiyal Azim, do të thotë i lartësuar qoftë Zoti i Madh. Pyetje, Rinesa Seadin. Cili është kushti i 5 i namazit? Kushti i 5 i namazit është lëshimi në sejdë. Çka është sejdja? Sejdja është nështrimi plot i Allahu xhaleshanuhu duke lëshuar tyron ballin bashkë me hutën në tokë. Çka lexojmë në sejdë? Në sejdë themi 3 herë Subhana Rabbiyal Azim, do të i nderuar i madhëruar qoftë Zoti i Madh. Cili është kushti i 6 i namazit? Kushti i 6 i namazit është ulja e fundit. Çka është ulja e fundit? Ulja e fundit do të thotë ulja e cila bën në fund të çdo namazi. Kjo ulje është e domosdoshme shpas. Si ulemi në namaz? Në namaz ulemi në gjuhë me shtrije në këmbën e gjatë, shpurta në këmbën së bajt drejt, femrat e bajnë pashtu. Leila Lutfiu, pjesh, Muzeini Fetezani. Muezini Fetezani, erdhi koha për namazin. Bëhu gati merr abdest, zbardhe fytyrën në tjetrën jetë, bëni jetë për Allahun. Pa namaz shkëtim nuk ka, Allahu Ekber ti kursuar, çdo krijesë është e sfokluar. Ti Allahu lutje i bën, ai dëshirën ta plotson. Bën ruku dhe në sejdë të shko, atëherë Zoti të mëshiron. Ulet në namaz ti kurim, i lutesh Zotit për njerëzin. Në fund të namazit selam thua, Allahu lutjen e pas pranuar. Namazin e ke garanci, kush e falësh iman li. Anesa Abazi, pjesh, o ti që dëshiron xhenetin. O ti që dëshiron xhenetin, vallë për të apo punon, ditët e jetës në dynjë, vallë si po i shpenzon, kalojnë ditët me shpejtësi, jeta jote po shkurtohet, çdo ditë e njëjta histori, pritet një ditë të pendohet. Vallë mendon ti o njeri, se ke kohë për të penduar, kush të ka dhe garanci, që je ka që siguruar, ditët e jetës shpejt kalojnë, e koha në dynjë mbaron, ti xhenetin e kërkon, vallë për të apo punon. Rinesa Seadin, pjesh Kurani. Kurani kur e lexojmë më duket se ne jemi fluturojmë të gjithë planetet e vizën. E janë një fëmijë Kurani të mësë, si engjëll në qelë të gjithë të fluturojmë. Kurani është dritë si gjëmi në pranverë në për zemrat tona dhe me të shpër. Kurani është dritë shëndrin shpirtit tim, vetëm në Kuran së mund të gjem gapi. Kurani i dashur në ty të lexojmë në duar të mbajme në tokë të lëshur. Kurani i bekuar Jesu i teti në mes Gjibrilit i zbriti profet. Isma Lutfiu, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى
هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون صدق الله العظيم. المغفرات يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم. المغفرات يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. أحمد شاكر يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Ilahie, elma ferati e mira lutfiu në atë kohë kur Zoti nuk besohet. Në atë kohë kur Zoti nuk besohej e kur zjarri adhurohej më të vjetrin se nderonin e të varfrin e nënçmonin më të vjetrin se nderonin e të varfrin e nënçmonin në atë kohë kur femra nuk
Zot, çfarë merje, çfarë halli, e varosëm për së gjalli. O Zot, çfarë merje, çfarë halli, e mandej zbriti Kurani, erdi Islami, erdi drita, të vërtetën e sqaroj, e gjendjen ndryshoj, të vërtetën e sqaroj, e gjendjen ndryshoj. Urdhroj femra të rësimohej, ajo duhet edukohej, a i femrën e lartëson, ase si nuk e dëmton, a i femrën e lartëson, ase si nuk e dëmton. Dram, bia dhe nëna, Mesiana Ferati, Elma Ferati. Esselamu alaikum, bi. Përshëndetje nën. Si e bia ime? Mirë, po të si e nën? Mirë, elhamdulillah. Ku ishe bia ime? Nën jam e rritur dhe nuk do të qap llogari. Po unë jam nëna jote, a nuk do të më tregosh? Mirë, pra isha jashtë në një shoqe. Po namazi ku veti? Nën jam e rritur dhe nuk do të falem ndërkohës. Moj bi, ti ke kohë të dalësh, të rish dhe të falesh. E di nën, nuk do të falem tani, kam kokë të plake. Kështu i jep shumë liri vetës. Nën, unë kam dëshirë të jem e lirë, të punoj, të kënaqem dhe të krijoj një familje. Feja islame nuk t'i ndalon këtë gjëra. Moj bi, feja islame të lejon të martohesh me një djalë të devotshëm dhe besimtar. Feja islame të lejon të punosh, të rish dhe të argëtohesh, të mos e të prosh dhe në fund të gabosh. Ja, pra kjo më pengon sepse unë dua të jetoj pa rregulla fetare. Po mos të ishin këto rregulla fetare, moj bi, e gjithë bota do të shndrojë në një anarki totale. Nën, të lutem më lër të qetë, po të ras një shoqe. O Zot, uzoje bien time të kthehet në kohë, se vetëm ti e uzues. Selamu alaikum. Ua, aleikum selam, moj bi, ç'të ndodhi që u ktheve, u habita? Nën, bashkë me një shoqe, duke kaluar pranë xhamis, dritarët ishin të hapura dhe tek xhami dëgjova një zot të butë duke lexuar Kur'an. Nëna ime dua të pendohem për këtë që kam bërë dhe nuk dua që të jetoj në vetë anarki. Elhamdulillah, o Zot, që uzove bien time, falënderim të takojnë vetëm ty. O Zoti im, më fal mua për gabimet që kam bërë, ti e falës e do faljen, më fal mua. Në fund të nderuar xhamat, këtë hapme e përmbyllim me disa sure të shkurtra. Esselamu alaikum. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيدنا بزينة ختم القرآن العظيم وأكرمنا بكرامة ختم القرآن العظيم وشرفنا بشرافة ختم القرآن العظيم ونور قبورنا ووجوهنا بنور ختم القرآن العظيم واهدنا واهد أولادنا بهداية القرآن العظيم واجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا في الدارين وسلم ديننا ولا تسلب وقتا نزي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا.
وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها ميعادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختمنا بالباقيات الصالحات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على الحاضرين والغائبين والحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, ne falenderojmë hoxhën tonë të nderuar, imamin dhe muallimin e kësaj xhamie, Hafiz Resul Efendi Ibishin, për këtë program të bukur që prezantoi para nesh, duke lutur Allahun xhaleshanuhu që t'i jap jetë të gjatë dhe të lumtur. Tash, fjalën e rastit t'ja japim muftiut tonë të nderuar, profesor Dr. Qami Efendi Nesimi. Urdhani mufti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين الذي قال في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Të nderuar dhe shumë të respektuar nxënës dhe nxënëse, gjithësisht talebe të kësaj xhamie këtu në fshatin Çifllek. I nderori imam, hoxh, muallim, hafizin i nderuar, mësuesi i këtyre talebeve, Hafiz Resul Efendiu. Të nderuar xhallar, koleg nga muftinia dhe xhamit të ndryshme që sot jemi këtu bashkërisht, i nderuar i këshillit xhamis, të nderuar prindër të këtyre fëmijëve, i nderuar i xhamat, i rregullt të kësaj xhamie dhe xhamat që sot jeni mysafir të këtyre talebeve në këtë xhami, të nderuar vëzër, të nderuar motra,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, rahmeti dhe begatit të Allahu Dhul Jalal qofshin mbi ju, qofshin mbi ne, kudo që t'jemi dhe kurdo që të jetë. Të nderuar të pranishëm, ne padyshim që për çdo të mirë, për çdo nimet, për çdo dhunti, për çdo bereqet, e në veçanti për mundësinë që Allahu Dhul Jalal të jep si fëmijë, si nxënës e nxënëse, të mësosh fjalën e Allahu Gjelle Shanuh dhe Gjelle Gjelaluh, të mësosh të njohësh pejgamberin alayhis salatu wassalam, shartet e fesë e besimit, që janë shartet e jetës së njeriu, sidomos për prindërit të cilëve Allahu Dhul Jalal u ka dhënë të mundësi që emanetin e tyre që u ka dhënë Allahu Dhul Jalal ja kthejnë përgjigjen përmes mësimeve që na obligon Allahu Gjelle Shanuh dhe Gjelle Gjelaluh. Gjithashtu, sidomos për të gjithë ne, që Allahu Dhul Jalal na jep këtë mundësi që ne të jemi bashkarisht sot në të Bejtullah për të ndëgjuar këtë program, këtë këndim kaq të bukur të pjesëve nga Kur'ani Adhimushan dhe recitimeve të tjera, duke mos haruar detaje shumë të rëndësishme të ilmihanit, të mësimeve bazike për jetën në përgjithësi dhe për shumë e shumë të tjera të nderuar, ne duhet të falenderojmë dhe t'i bëjmë hamd edhe në mënyrë shumë të veçantë, pa përjashtim vetëm Allahu Gjelle Shanuh dhe Gjelle Gjelaluh. Të tjerat në vazhdim janë vetëm manifestim, janë vetëm shndërritje, ose thënë ndryshe xixa, xixëllonja që burojnë nga ky nimet, nga kjo dhunti, nga kjo e mirë që neve na e ka dhënë Allahu Gjelle Shanuh dhe Gjelle Gjelaluh. Në ajetin e lartë përmendur në surën Tegabun, Allahu Dhul Jalal të gjithë neve na flet për një segment shumë të rëndësishëm dhe jetik me cilën jetojmë për çdo ditë. Innema amwalukum dhe auladukum, s'ka dyshim se pasuria juaj dhe fëmijët e juaj, pra çdo gjë që sprovohemi ne, çdo gjë që kemi dhunti që ne ka dhënë Allahu Dhul Jalal, e gjitha jo është një sprovë që në këtë rast përmende fjala fitnetun, që ka kuptimin e sprovës, ka kuptimin e provimit, ka kuptimin e provës, ka kuptimin e kalimit në mëshirën, në rahmetin, apo në mundësinë, në të drejtën për të fituar mëshirën dhe rahmetin e Allahut Gjelle Shanuh dhe Gjelle Gjelaluh. Wallahu indehu ejrun adhim. Allahu është ai te i cili është shpërblimi më i madh dhe shpërblimi i vetëm, thot Allahu Gjelle Shanuh dhe Gjelle Gjelaluh. E mira, e këndshmja, gjëja me cilën Allahu Dhul Jalal është i kënaqur, nuk është e lehtë, nuk është e kollajshme, nuk është e për një sekondshme, nuk është brenda disa minutave, as që bëhet brenda orëve dhe ditës, por ajo është një vazhdimsi
e shtrirjes së niyetit, qëllimit të njeriut. Pse jeton dunja dhe me cilin qëllim dhe nijet dëshiron të dalë para Allahut Gjelle Shanu dhe Gjelle Gjelal. Prandaj fëmijët vinë në xhami për të qëllim të jetojnë dunja faqebar dhe të dalë nesër në ahiret para Allahut Dhul Gjelal faqebar. Për këtë edhe prindërit vendosin ta dërgojnë fëmijën me te. Pse? Për arsye se edhe fëmija duke e njohur Allahu Dhul Gjelal jeton faqebar dhe nesër pa dyshim që do t'jetë faqebar në huzurin e Allahu Dhul Gjelal. Por dhe prindi i tij duke menduar të ardhmen, një të ardhme të kësaj dunjaje që është shumë e shkurtër dhe një të ardhme khalidun e përhershme që është e dunjas së ardhshme e ahiretit, ajo është e lidhur me këtë moment që njeriu duhet të vlerësoj emanetin që Allahu Dhul Gjelal ja ka dhënë, që ai quhet fëmijë. Prandaj me dërgimin e fëmijëve, ajo është një shprehje, ajo është një frymëzim, ajo është një motivim, në një kuptim është një konkretizim i niyetit, i qëllimit për cilin njeriu jeton dhe vepron në dunja dhe më cilin ka dëshirë të dalë nesër para Allahu Gjelle Shanu dhe Gjelle Gjelal. Me këtë niyet, edhe hoxha në xhami punon dhe vepron, me këtë niyet, pa marrë parasysh sfidave, të lasheve, të mirave, vështirësive që mund të dalin, me rëndësi është qëllimi që ecet për të arritur atje ku është. Është fjala shumë e bukur dhe e njohur që përmendet shpesh e Naim Frashërit, njërin prej intelektualeve, prej dietarëve, prej ulemave të historisë tonë të ndershme kombëtare, që thot ideali është aqillar, sa që edhe nëse ecë në përfera, a në përfera nëse shkel, ja vlen. Pse? Qëllimi është shumë i lartë. Prandaj të mësoj një fëmijë të njohë Allahu Dhul Gjelal, krahas gjitha telasheve dhe probleme që mund t'i ketë njeriu. Qëllimi është aqillar, sa që asnjë pengesë, asnjë telash, asnjë problem, asgjë nuk mund t'a pengojë njeriu që të arrijë qëllimin e tij. Në këtë rast, dua të potencoj një segment, kështu që e di që të gjithë e dini. Unë gjithmonë e kam përmendur dhe do ta përmend kudo që t'jem. Jam shumë i bindur se nuk ka prind që nuk dëshiron fëmijës së tij ose fëmijës së saj t'ia mësoj që ai fëmijë, ajo djalë, ajo vajzë, ai djalë ta njohë Allahu Dhul Gjelal. Vetëm ka prindër që nuk kanë menduar seriozisht për këtë çështje. Prandaj çdo prind pa përjashtim duhet të jetë shumë serioz në ardhmërinë e vetvetes të fëmijëve në dunja dhe nesër në ahiret, kur dalim para Allahut Gjelle Shanu dhe Gjelle Gjelalu. Khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, më i miri nga ju është ai që mëson Kur'anin të lexojë për veten e tij, që në këtë rast këta fëmijë janë futur në mesin e njerëzve të llogaritur më hajli në shoqëri, që do të jenë këmbgulës në rregullat, në parimet, në vendimet, në ata cilën urdhron Allahu Gjelle Shanu dhe Gjelle Gjelalu, në ata cilët urdhron pejgamberi alayhis salatu wassalam, në ata me të cilat qëndron në këmbë shoqëria, populli dhe në përgjithësi çdo sistem kudo që të jetë në rrezullin toksor. Dhe elementi tjetër që e përmend pejgamberi alayhis salatu wassalam është dhe allamahu, pra në mesin e njerëzve të dobishëm, hajli për shoqërinë, është edhe ai që ja mëson tjetrit leximin e Kuranit Adhimushan. Në këtë rast, mualimi im, Hafiz Resuli dhe gjithë mualimët dhe mualimet që mësojnë në për xhaminë tona dhe kudo në xhami në botë, janë njerëzit e përzgjedhur për të qenë më hajli në shoqëri. Pse? E ja mësojnë fëmijëve tanë fjalën e Allahu Dhul Gjelal. Dhe kjo nuk është shumë e lehtë.
nuk është e kollajshme, por është shumë e këndshme dhe është shumë e gëzueshme, është dhe shumë e dobishme në dunja dhe nesër në ahiret. Allahu Dhul Gjelal të jetë i kënaqur inshallah me mualimin ton, me hoxhën ton, me imamin ton, Hafëz Resul Efendi Bishin, dhe me gjithë mualimet dhe mualimet kudo që janë që mësojnë nxënës dhe talebe. Vetëm Allahu Dhul Gjelal, a i di se si shpërblehet një njeri që fjalën e Zotit, fjalën e tij u mëson të tjerëve, a i të shpërblej ashtu si që a i din dhe ashtu si që a i është i kënaqur me jetën e tij tonën dhe gjithë besimtarëve në përgjithësi. Fëmijëve, vajzave dhe djemve, me këtë këndim kaq të bukur dhe me këtë disponim kaq të mirë prezentuar para nesh, e lusë Allahu Dhul Gjelal që të jep shëndet dhe jetë të gjatë. E lusë Allahu Dhul Gjelal që kudo që t'jenë në shkollë, në fillore, të mesër, pastaj, në cilin do zanat që të jenë më të mirit për vetë, më të mirit për familjen dhe më të mirit për shoqërinë tonë në përgjithësi. Allahu t'i bëj që gjithmonë përgjithësitë që do të marrin në familje, në mohabet, në lagje dhe më gjërë, t'i bartin me nder parimisht dhe juridikisht. Allahu Dhul Gjelal çdo këndim, çdo recitim, çdo dëgjim, çdo ecje, çdo lëvizje, çdo qëndrim para hoxhës, çdo emocion, po ndonjëherë edhe çdo nervozizëm që i ka plon nga preokupimet botërore, Allahu Dhul Gjelal të pranoj me një jetë lutje dhe duaje dhe atyre të akthej duke dhënë shëndet, jetë të gjatë dhe suksesshme edhe këtyre dhe familjes së këtyre hoxhës së nderuar dhe gjithë juve që jeni prezent. Edhe një herë për herë hatmen, elhamdulillahi rabbil alamin. Falenderoj muftion tonë të nderuar për këtë nasihat të bukur, duke lutur Allahun xhaleshanuhu që t'i jap jetë të gjatë dhe të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Tash erdhi koha që t'ua shpërndajmë diplomat më të mirëve të vitit 2025 të këtij fshatit. Dhe dua të përmendi disa dashamirë të cilët gjithmonë duan të futin gëzim në zemrat ative që thuan Allah dhe Muhammed. Allahu xhaleshanuhu i gëzoft ata në dunja dhe në ahiret. Është familja Hasani, edhe një donator tjetër i cili nuk do të përmendet emri, ka bërë disa dhurata të veçanta për më të mirit e ditën e 25-s. Tash fillojmë me shpërndarjen e diplomave. Besiana Ferati. Esma Lutfiu. Ahmed Shaqiri. Almir Abazi. Amra Mehmeti. Emira Lutfiu. Elma Ferati. Elhan Ferati. Dhe këtu mbaron ki program Lillahi l-Fatiha.